Tani më kujtua diçka për sa tip komentit episodi 2 episode përpara se të dalë, episodi me Dario dhe Ariani, i përshëndesin ty. Diskutuam rreth fest. Është edhe unë normalisht për ta reklamuar, domethënë për të dhënë ca momente të nxehta të debatit, po videot e shkurtra dhe ngarkoj në social media si Instagram, TikTok, etj. Ju lutem edhe juve që dëgjoni edhe marrni për shefin tënd kur të kesh shkon ndonjëherë që të trashësh, s'ke çfarë. Po thjesht shko, futu tek TikToku dhe lexoj komentet atje. Ajo pjesa e vogël ishte Dario po shpjegonte domethënë se disa pseudo shkencëtar progresivist domethënë kanë hedhur disa ide makabre, siç janë të konsumojmë mish njeriu edhe të pleqt, domethënë në mënyrë që mos ta ham kafshët edhe të ulim dioksidin e karbonit që prodhohet nga këto etj, që është bananas, domethënë. Ai po e thoshte atë që shikoj se njerëz të tillë kanë thënë këto gjëra dhe këto gjëra nuk janë të mira. Komentet poshtë ishin: si thua ti të ham ne gjyshet tona, kush të ka arritur ty, ju jeni plera, ju robt, motrat, domethënë nga çdo lloj gjë, domethënë ndryshme, domethënë dhe unë aty një 3-4 herë sa kam pas nerva i kam thënë që e dëgjova deri në fund të paktën në burit. Se 1 minutë është më për. Nuk është e gjithë episodi që është 2 orë e ca. Është 1 minutë, është një tek minutë në TikTok. A e dëgjove ti të gjithën se çfarë ai po thoshte, domethënë, që janë njerëz të rrezikshëm që japin metoda të rrezikshme. Nga shumë komente helm po them që mund të kenë qenë atje, njëri tha që tani e pash plakos ndjes për koment. Nuk është e pamundur domethënë si unë e di që okay ka ndryshuar kohra dhe domethënë edhe vëmendja është shkurtuar e gjithë secilit, po ta haj drejtë 1 minutë nuk ka jep kohës. Jo më me këto pastaj që kur e shikojnë në live me këta në Shqipëri e bën kështu